Bismillahirrahmanirrahim. Falënderimi I takon Allahut, paqja qoftë mbi dërguarin Muhammed alayhi salatu wassalam. Në stacionin tonë të radhës në karavanin e Ramazanit kemi ardhur tek një ajet shumë interesant që do ta diskutojmë së bashku nga surja Bekare, gjithsesi ajeti 25, ku Allahu I Madhërisht thot: "Wa bashiril ladhina amanu wa amilus salihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar." كلما رزقوا منها من ثمرات رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشبها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Pra përgëzoj ata që besuan dhe bën vepra të mira, se ata do të jenë në xhennet në të cilin rrjedhin lumenj. Sa herë që u jepet ndonjë ushqim nga frutat e tij, ata thonë: "Ky është që me të ushqyen edhe më parë, nga se u sillet ushqim I ngjashëm, vetëm në formë e jo edhe në shije. Aty do të jenë, pra do të kenë bashortet e pastra dhe aty do të jenë përgjithmonë." Pra, wa bashiril ladhina amanu wa amilus salihat. Pra përgëzoj ata që bojnë vepra amele të mira. Pra jepu lajm të mirë atyre. Jepu lajm të mirë atyne, sepse hel jazaul ihsani ila ihsan, pra mirësia me mirësi kthehet. Faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara. Pra kush ka pununi punë të mirë që I peshon sa grimca që ato ka me gjetë. Prandaj jepu si harreq të mirë. Beshir, pra beshiran wa nadhir. Beshir, pra përgëzues dhe përkujtues. Kështu ishin edhe pejgamberët e Zotit, kështu ishte edhe Muhamedi alayhis salam, I cili përgëzonte besimtarët, po edhe ja u rikujtonte besimtarëve fjalën e Allahut. Pra që ta përmendin Allahun dhikran kathira, pra ta përmendin Zotin shpesh, sepse dhe kjo është prej veprave të mira, përmendja e Zotit. Prandaj, në këtë muaj të bekuar të Ramazanit, nxitoni që të bëni vepra të mira. Nxitoni të ushqeni të varfrit, jetimët, skamnurët. Është koha e iftarit, është koha e syfyrit. Çfarë do koha që është? Garoni në punë të mira. Pra nxitoni në punë çka Allahu është I kënaqur me ta. Siç ishte rasti Zejnil Abidin, I cili tër jetën e vet mbante thas me ushqime në shpinën e vet dhe ja u dërgonte familjeve në nevojë, kur binte errësira, kur nuk kishte lëvizje të njerëzve dhe ishin njerëzit gjumë, ai bonte vepra të mira. Dhe askush nuk e dinte. E kush e mori vesh? E mori vesh imami, I cili kur e mur për t'ja la xhenazën, ja pau vijat e konopit, litarit në shpinë që kishte bajt vazhdimisht ushqime për nevojtarët. Pra kishte dhënë sadaka dhe bamirësi. Pra këta njerëz bënin veprat e mira për të fituar kënaqësinë e Zotit. Jepnin me njërin dorë dhe nuk e shihte dora dorën. Sepse sadakaja në Kur'an është dy llojesh. Është sadakaja e msheft, pra që nuk e din askush vetëm Allahu, dhe është sadakaja publike, e cila jepet jo për sy faqe dhe për t'tregu që unë jap, sepse të gjithat mirat I ka dhënë Zoti, e jep për të mirave të Zotit që të ka dhënë Zoti. Mirë po është sadakaja publike për t'i nxitur edhe ata që kanë rënë në gjumin e kooperacisë, për t'i zgjuar edhe ata nga gjumi, që edhe ata t'japin dhe të bëhen human dhe të afrojnë pra shpirtat me bamirësi. Inna Allahi yuhibbul muhsinin. Allahu I don bamirësit. Beshere, mubeshere, përgëzoj për ata që janë amelun salihin. Amele, pra amele është vepër, amale. Pra innamal a'malu binniyah, thot pejgamberi alayhis salam, veprat vlerësohen sipas qëllimit, sipas niyetit. Prandaj këto amele salih, pra që janë të shëndoshaj, jo mu ka një shëndosh I plot kështu. Se kur dikush thot,
Allah i ta dha shnetën. Mundet me ta dhon shnetën e me pelësit për shnetës. Po Allahu dhasht iman, besim, bereqet e të mira. Sepse ti du t'jesh i kënaqur me ato çka të ka dhënë Allahu te bareke ve teala. Nëse ti i kënaqur me ato çka e posedon, Allahu do ta shumëfishon pasurinë tënde. La in shakartum la azidannakum. Do t'jeni pe falendëruesve kom jam shtu të mirat. Dikush është ngon mas kësaj bote, vrapon si bishat e egra dhe në fund nuk merr asgjë me vete dhe përfundon jetën e tij dhe çështja e tij. Por dikush vrapon për të punu, por i ndan ato të mira edhe me njerëzit nevojë. Zekatin, sadakatul fitrin, ndihmon për medreset, për fakultetet, për studentët, për njerëzit nevojë. Pra është kontribut dhënës, dhe është bamirës, dhe është vepruesi veprës mirë. E masnej pason ajo anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Pra ata do të jenë në xhennet në të cilin rrjedhin lumej. Pra Allah i ka përgatit për besimtarët të mira në këtë botë, po ka përgatit të mirën e madhe që është xheneti në botën tjetër. Xheneti një bukuri e rrallë, një begati e madhe që syni jonë kur se ka pa, as zveshi jonë kur se ka dëgju për ta, vetëm çka na ka dhënë Zoti përmes ajeteve të Kuranit që na ka përshkruar, që do të ketë aty aq shumë të mira sa nuk mundet as imagjinota më e fuqishme një piktori si për shembull Michelangelo ose Leonardo da Vinci ose piktorë të ndryshëm që kanë pikturuar pamje fantastike, as nuk mundem me imagjinu, as me pa në kopsht këtu në këtë dunja, sa i bukur është xheneti, ku do të ketë lumej që rrjedhin dhe sa herë që u vinë frutat e tij, domethënë frutat në xhenet, ushqimet, perimet, pemt, ata thonë këtë ushqim edhe me parë kishim, nga se u sillet ushqimi ngjashëm vetëm në formë e jo në shije. Shumë është interesant kjo. Aty thot do të ketë edhe bashkëshorte të pastra dhe do të jenë për gjithmonë. Pra, bashkëshorte të pastra, sepse ndoshta dikush në këtë dunja Allahi s'ja ka mundësu domethënë ka vdek në shtajri dhe s'është martu, ose domethënë nuk ka qenë i martu, qoftë e udhëkerin vëllë. Unë tha, Allahi ja mundësën me pas një bashkëshorte të pastër të ndershme atje në xhenet. Por, inshallah, Allahu na mundësën edhe me bashkëshortet tona që të jemi në xhenetet e bukura dhe të kënaqemi me mirësitë e Allahut si në këtë dunja, po pa dyshim edhe në xhenetet e bukura, të cilat janë të përhershme. Kjo dunja është e përkohshme, ta kemi të qartë. Kurse xheneti është i përhershëm. Është vend i përgatitur për mu'minun, për besimtar, për ata që bëjnë pra vepra të mira. Shikoj pra çfarë thotë Zoti në Kur'an. Zoti në Kur'an po thotë: "Wa bashiril ladina amanu wa amilus salihat." Pik, s'ka çka më këtu me diskutua. Pra po thotë përgëzoj ata që bëjnë vepra të mira. Anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Se për ta kom përgatit xhenetin në cilin rrjedhin lumej. La ilaha illallah. Meditoni pak. Po thot ata që bojnë vepra të mira. Tash ti nalu pak edhe me dha. Çka ke bën vepra të mira sot? Për shembull, merr shembull ditën e sotme. Që tash prag i iftarit. Çka ke bën sot? A ke dhënë një sadaka dikon? A ke thonë dikujt një fjalë të mirë? A ke rregullu diçka që është për të mirën tënde, por edhe për të mirën njerëzimit? A ke largu një therr për rrugë? Ma iftari po vjen, vin iftara tjera, vjen Ramazan tjetër, kalon ky, vjen tjetër Ramazan.
ti asnjë vepër, veprim ose punë të mirë nuk e ke bë. Vallahi nuk e di se ka mundet me shku kjo krijesë e Zotit kështu. Prandaj xheneti nuk fitohet kollaj. Xheneti fitohet duke dhënë, duke bën vepra bamirëse, duke bën punë çka Allahu është i kënaqur me to. Dhe atëherë shihim takimin e radhës. Selam aleikum.